Tani ka ardhur momenti për të ndjekur një nga rubrikat më të bukura të emisionit ton, Vox Popet. Ti ndjekim. 1, 2, 3. A je martuar apo beqar? Unë jam beqar, prej vitesh, jam 42 vjeç, kam patur marrëdhënie, po akoma s'kam gjetur personin e duhur për bërë një ndryshim në gjendjen civile nga beqari i martuar. Pasi siç e dini, pas barimit të shkollës mesme në Lezhë, unë nisa për në emigracion edhe aty vazhdova peripecitë e statusit të refugjatit, më pas vazhdova studimet nga frëngjisht në shkollën e lartë për të vazhduar pjesën e mbetur. Dhe u te shkollë me thonë ndjetë të aktivizohem punë, kështu edhe ngeri dhe me thonë martesa për më vonë, pasi siç e dini, duhen kushte për të martuar, duhet spari banesë, gjesh personin e duhur dhe ka shumë etapa tjera dhe me thonë të vazhdosh një rrugë bashkëshortore të suksesshme. Çfarë të pengon që të martohesh? Po tani asgjë, tani është dhe me thonë vetëm personi i duhur, dhe me thonë që tjetë nëna e fëmijëve të mi dhe çdo gjë është në rregull, shtëpinë e kam, punën e kam, gjendjen financiare është e kënaqshme, tokat e gjyshit i kam në emër tim dhe kështu që tani është çështje javësh, por do juftoj dhe ju martesën, pasi do ta bëj një martesë madhe me ahenge, me urgjie, me njerëz të ftuar, me thonë, dhe i kam darë veç asnjë 20.000 euro që të jetë sa më e suksesshme kjo martesë. Si duket martesa në Shqipëri? Mirë, po jetoj jashtë. Jeton jashtë. Më falë që tha ty ku të ka ftu ty? A shoki joti. Jo, shoki se beqar është. Beqar është, urna. Po mirë se unë nuk i kam shok tonë beqartë e bucë, po që thot aty ku të ftojmë, thot, do t'ju ftoj, thot, ndashëm edhe juve, thot, me ahenge, me qashtë, ja fjalla tjetër? Se di, nuk e di. Kështu, S'pa duhet gjë për mi A hima tha. do me shkuti, se di. S'pa duhet gjami hima tha. Po mirë, po që pun pati këtë është ti e pyete për martesën, e? Po. Po që ishin të tokat e gjyshit e kjo gjimnazin, Lezhit? Po, ka i herë je fut të do këtë masliu. Po, a që është sepse kë u bazote tek tokat e gjyshit që kishte. A thu ke kujtu ti për shembull kote, po flas kot. A thu ke kujtu ti si jetu toll me kyt dhe realisht ashtë toll ky me ty? Jo, unë nuk pse ka kriju ty kjo përshtypje që unë tallem me njerëzit. Po se je ti pyet për disa gjëra që ndoshta s'ashta se ti ke u bër kur martohesh, si martohesh. Po çfarë do ty kur martohesh? Po për martesën më pyeta. Me dal tjetër me ta fut shput për shembull. Pse ma fut shput? Po s'du me tregu thot. Po mos tregojnë, vazhdo punën. Mirë, ju lutem regjia, kaloni tek e dyta. 1, 2, 3. Mendon që martesa e ka humb identitetin e vet? Ndoshta për disa, po, për disa jo, varet nga rëndësia. Nga rëndësia që jap. Po, personat varet si e shikojnë çfarë kanë vështrime. Po për divorcet, ç'a mendon? Po divorcet sapo vinë dhe po shtohen, gjë që nuk është e mirë dhe njerëzit e marrin si diçka të lehtë. Jo si martesa dhe divorci. Po cili është shkaku kryesor? Shkaqet janë të ndryshme, secili e di vet. Si duket martesa në Shqipëri? Mirë, po jetoj jashtë. Jeton jashtë. I kjo ta pas ka fik marsh, i kjo që thot jetoj jashtë. Ja, nuk ka puna se më ka Ashtu fik. ta përsërit regjia i herë, 2 e 3, ashtu ta bën fiksim. Jo, edin këti koleg pse e ka bë? Ne. Sepse shumë vet kanik. Po. Kanik, edhe prandaj korallë numri i martesave, 1. Po. Ashtu numri i beqarve bëjnë 2. Po. Edhe çiftet nuk po bëjnë më dasma, e bëjnë 3. Prandaj thaja që kam ikë jashtë, e ka thënë me një qëllim, por do ta kuptosh më vonë ti pse e ka thënë. Atëherë regjia, ju lutem kaloni te tjetra. 1, 2, 3. Për martesën e çifteve të reja, si u duket sot? Këtë janë është një temë kështu që nuk kam shumë njohuri, po që martesa nëpërmjet Facebookut dhe nëpërmjet këtyne telefoneve më duket absurde fare. E dyta, pjesë e mirë, njeriu kur e mendon që do lidhe familje, do krijoj familje ose do dikë, nuk po flas që kur bëhet me fëmijë pasaj që është shkosh ke dyrë të gjykatave është skandaloze fare, sepse ke përgjegjësi jo vetëm për veten tënde, por ke përgjegjësi edhe për fëmijët. Numri i divorceve është rrit shumë. E di, po për ne po të them, numri i divorceve është rrit shumë sepse brezë i ri nuk durojnë fare, sidomos më duket një nga shkaqet kryesore mund të jetë
Edhe femrat don pavarësi më tepër se sa çota ka. Ka një marrëdhënie pune, ka një kështu edhe duket sigur njeriu në marrëdhënie me çift duhet tolerojë njëri tjetrin. Ai më tepër femra që është femër, duhet tolerojë. Mashkullin them unë tash mata time. Mirë, po jetoj jashtë. Jetoj në parë. Atëherë Niko, a mendon ti se rrjetet sociale ndikojnë te martesa, te divorci, te lidhja, te marrëdhëniet në çift? A mendon se ka ndikim? Po sigurisht që ka ndikim. Po. Po patjetër. Ti pranoj që na jeni kështu, i pamartuar, beqar, se ke frikë nga divorci. I ke frikë se më shpejt divorcohesh se sa martohesh. Po me bë për shembull para divorcin mbrapa me bë martesën. Si bëhet më përpara divorci me martesa? Ku e ke pati këtë metodë? Po un kam një që në Shqipëni kanë marrë para, domethënë kanë kry para universitetin, më ne janë kthy kanë kry gjimnazin. Ka ndonjë problem tu? Po ka diçka që nuk shkon këtu. Jo këtu, a di çka nuk shkon tu? Po bë me kanë rregull ti nuk shkon. Oh? Po kur je për smër kështu a di si shkon vaj. Okej. Atëherë, a njekum Vox Popin tjetër? Po hajde. Vazhdo regjia të lutem tjetrin. 1, 2, 3. Si ka qenë martesa në kohën tuaj me sot? Është prish familja. Prandaj këto nuk familja prishet shumë shpejt, edhe don vite më rregullu. Prandaj vada më. Ne atëherë kem punuar 15 vjeç kam hyrë punë. Kam punuar 45 vjet. S'kam pas kohë me pa burrë, me pa rrot. Ndërsa këtu ikë gjithë në bulevard, gjithë me lekë në xhep, gjithë me paketa. Zotni, kam punu në tregti dhe di që malli kemi në Shqipëri. Hap një syt, matu 100 herë, pas e vendos. Ashtë rritë shumë numëri i divorceve, cilat janë shkaqet kryesore? Shkaqet. Fajtor, unë dhe kur ndajt një qift, fajtor janë 2 palët. O ka toleru shumë djali, edhe u mësu me rehatin, o ka toleru shumë nusja, e jep drejtim djalit. Më duke se bërë martesa për interes më shumë. Vetëm thjesht për interes leku. Nuk bëhe se i du. Harroje, ka ik dashnia, nuk ka një dashnia. Të ndash, të martohesh një vite, të ndash se s'më pëlqeve. Po pse me zor s'ta njëri, e deshe, të pëlqeu, u knaqet me njëri tjetrin, dole, tani qa ke? Po normale se, aji është bie tjetrit, kjo është bie tjetrit, njëri ju e gjenë gjuhën, kur do. Po janë të lirshme. Po jetoj jashtë. Jetoj në parë. Ta pas kemë bëha fiksimi, këtë unë jetoj jashtë. Ja, nuk ka puna se ma Po, ta kanë bëha fiksim, se ne nuk e nxjerrin tona herët. E nxjerrin një herë edhe marrën. Ta kanë bëha për kujt, ta ka bëha produksionin për kujt. Apo ma bëni një herë? Ja. Si ja? O po ta bëjnë një herë, he? Apo provoni një herë për mu martu? Kush? Ti. Se ndoshta ka me dal ma për marrë. Po nuk është punë, një gjë më Niko, nuk është puna se po çojmë sot Nadia ç'a po bëj? Ç'a po bëj ne gjë po martojmë? Nuk është kjo ideja më burr. Nuk kena në epokën e gurit më burr. Po ndoshta ka me të ndryshuar si njëri vërtet. Ndoshta ndryshon për mirë, ndoshta ndryshon edhe për keq, ndoshta s'ndryshon hiç. Mes prapi i ky që jam. Shepra? Shepra se del në fillim te fjala jeme? 1, 2, 3. Jeni Italiano. Si jete italiani? Yes. Si duket martesa në Shqipëni? Mirë, po jetoj jashtë. Jetoj në parë. Si tha tu se italiani tha? I the ti? Po më tha, jeni italian, unë tha, si të italiani, jes, tha. Si italian jes, pse jes duhet italisht, a thuhet si? Në italian thunë si. Kot se s'ka thonë ne. Edhe regjia vend prap këtë që thotë, unë jetoj jashtë. Po me se kja shumë, Po mirë më se emision postulat për me thanë që e din. Emision për humor është më burë, se nuk e. Tani ka ardhur momenti që ta mbyllim këtë emision për sonte për të vazhduar sërish javën tjetër. Shoku Pong, dëshironi ta bëni ju mbylljen? Jo, faleminderit koleg, por më mirë mbylljen preferoj që ta bësh ti. Ta bëj unë mbylljen? Po, ti bëni mbylljen. Jo, mbylljen nuk mund ta bëj. Mbylljen do ta bësh ti, i dashur koleg, por jo këtu. Mbylljen do ta bësh në kryeqytet në sheshin Skënderbej. Pimpong ka ardhur në qytetin e Tiranës. Për të bërë këtë vend, thuhet që njerëzit duhet punojnë. Duhet që të ecin gjithmonë përpara. Thonë që shoqëria shqiptare është një shoqëri e cila nuk fle gjumë. Është një shoqëri
e cila rri gjithmonë në kam për të qenë gati gjithmonë atëherë kur i duhet këtij vend për të punuar çdo ditë më tepër. Ne jemi një shoqëri e cila nuk fle gjuhë. Jemi një shoqëri e cila protestojmë. Jemi një shoqëri e cila mbushim çdo shesh për të ecur gjithmonë përpara, por jo për të fjetur gjuhë.